Është koha tani për intervistën në studio, i ftuar është Nejmedin Spaiu, profesor i shkencave politike. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Spaiu. Mirë se gjeta kushtem. Natëherë do të flasim për ligjin për të huajt që ka filluar së zbatuari, u arret një kompromis pas vizitës që kishte në Prishtinë emesari i BE-s për dialogun Sorensen. Kompromisi u arret, por alshaj pe qeveria Kosova apo çfarë? Po, besoj që kjo është pozitive dhe është një diçka që tregon që Kosova po mund të bëj lëshime që nuk janë substanciale, por nuk mund të bëj lëshime të cilat janë dëmshme. Janë të dëmshme ose që lëshime të cilat e përmbysin një proces. Që kjo është na 16 vjetë se kemi zbatu këtë ligj, e shty edhe një vjetë nuk bëhet kameti, po kryesore mu bind përfundimisht që duhet mu zbatu ligji. Edhe çdo qytetar që është i huaj, shtetas i huaj, në Kosovë duhet të përgjigjet si shtetas i huaj. Dhe nuk mund të konsiderosh Kosovën tani Serbi edhe të thu unë jam shtetin tam, jam kështu. Serbia këtë e cilësoj si fitore? Këtë shtyret e afatit 12 mënyor? Po, është një farë lloj fitorie, po mendoj se e ka shty për po mendoj këtë afatin, por megjithatë unë besoj që ky lëshim është një punë me mend, është një diplomaci, një taktik e cila çon drejt asaj që me bë Bashkinë Ndërkombëtare, Bashkimin Evropian në krah të vetin që me vu theksin aty kur i duhet, për çështjen Kosova ka një interes krucial për Serbisë, shumë qendror, që është njohja për Serbisë. Duhet çdo gjë duhet arrit njohja. Unë? Arrit kështu, në këtë mënyrë njohja. Jo, kjo është vetëm si më thonë, një taktikë e vogël që i krijon mirëbesim tek pala ndërmjetëse. Edhe është një mjet presioni për me shku drejt, sepse momentin që zbatohet ky ligj, do të thotë Kosova është një hap përpara drejt njohjes. Por njohja natyrisht bëhet atëherë kur ngritet flamuri i Kosovës në Beograd, kur të kemi ambasadën atje. Kjo është një gjë që është paraparë me planin franko-gjerman, i cili nuk po zbatohet akoma, por që duke u zbatuar marrëveshje të tilla që janë më pak qendrore, i afrohemi zbatimit të marrëveshjes që është qendrore për neve. Ka pasur kritika të jetashme ndaj zotit Kurti për mos koordinim me aleatët, mos kompromis. Kjo çështje çfarë dëshmoj? Po tash e pash që kritika pse ka lëshu pe, por kjo është puna opozitës, dhe unë besoj që opozita më mirë duhet me i drejtu kritikat në këtë drejtim, çfarë ka drejtu tani, që me thonë pse ka lëshu pe, ka thonë që s'lëshon pe, etjere, se sa me thonë pse s'po lëshon pe. Se kërkon botë, nuk ka opozita që sulmon pushtetin pse s'po lëshon pe. Zakonisht opozita ka qëndrime më të forta, sepse dëshiron me bind po mendoj votuesin që pushteti është bolshime edhe që duhet me ikë për pushtetit, duhet me merr shuvenin opozitës. Ndërsa këtu gjatë këtë mandatit të Albin Kurtit, opozita bën të kundërtën, prandaj edhe ka psuar fiasko në zgjedhje. Veriu, çështjet e struktura paralele në shtetësi dhe arsim, Spaiu. Besoj që tash duhet të afrohet, mund të bëhet në bazë asaj si është parapar me këtë draft statutin e marrëveshjes sorit. Jo, draft statutin e asociacionit për komuna me shumicë serbe, propozuar nga Bashkimi Evropian, duhet mu përgatit terreni i tillë, mu pru bazat dhe aty, në mënyrë që kur të ngritet flamuri i asociacionit me konë çdo gjë sipas ligjeve po mendoj të Kosovës.
dhe jo më bo asociacioni në situatën të teren me konë ma keq se so ato që ka ofron asociacioni. A do të marrë veprime Kosova, institucionet e Kosovës për çështjen të arsimit dhe të shëndetësisë? Se ka pasur para lajmërime të tilla, apo duhet pritur? Jo, duhet ndërmarr, duhet sjell në atë situatë që çfarë e ka parapo Bashkimi Evropian. Do të thotë situata tani në arsim, në shëndetësi është, çu më thon, ma larg interesave të Kosovës se sa që parashe asociacioni i komunave shumicë serbe. Statuti propozuar nga Bashkimi Evropian. Ne duhet sjell në atë nivel, në mënyrë që kur t'jepet, kur të formohet asociacioni, të kemi, t'jem aty, t'jemi në rregull, jo ta kemi situatën ma keq se sa që e parashe asociacioni, sepse kjo mundson pastaj që asociacioni me dalë edhe përtej atyre kornizave çfarë janë të parapame në këtë draft statutin e sot propozuar nga Bashkimi Evropian. Nuk e di a jam i qartë, nëse s'jam i qartë për ty, sigurisht s'jam i qartë edhe për publikun. Për publikun. Se situatën të rend tani është më keq. Domethënë, situatën të rend është më keq për shembull me draft statutin asociacionit, kryetari komunës edhe me ligjet tona, kryetari komunës veriore të Mitrovicës e emëron për shembull rektorin e Universitetit Mitrovica e emëron drejtorin e spitalit, që është një kompetencë shtesë, ka se asnjë kryetar komune nuk e ka këtë kompetencë përveç komuna veriore e Mitrovicës. Mirë po, edhe kjo kompetencë është më larg sepse tani për tani, aktualisht, drejtorin e spitalit në Mitrovic, në veri të Mitrovicës, e emëron Ministria Serbe e Shëndetësisë. Nuk e emëron as ky kryetari që është i listës serbe. Rektorin e universitetit e emëron Ministria e Arsimit të Serbisë. Operojnë në umbrellën e Serbisë. Po pra, edhe kjo është, domethënë, çfarë na duhet me pru njëherë në situatën që më qenë, kretë me funksionu sipas ligjit të Kosovës në mënyrë që asociacioni mos më mujtë me zgjenu këto atë vëllimin e kompetencave të cilën jepet që ka dhënë Bashkimi Evropian, faktikisht që ka propozuar Bashkimi Evropian. Mirë, thatë që për ligjin për të huajt Kurti lëshoi pe dhe bëri mirë, si veprim të jetë diplomatik, por çështja më aktuale është çështja e presidentit, dekretin e kushtetues se kush duhet të lëshoj pe, zoti Spahi për çështjen e presidentit dhe ofertën ose ftesat që e dërgoi zoti Kurti liderëve të partive opozitare, por që u refuzuan pa pasur një akt gjykim nga kushtetuesi. Po se tash fakti që tani dolin shesha ato konfliktin e mes të Albin Kurtit e Vjosa Osmanit i ka inkurajuar se tepër me opozitën, por nuk duhet bash çaq shumë më inkuraju se thoni kanë marrë zemër. Po kanë marrë zemër, sepse mundën edhe më djegë. Një edhe për çfarë arsye? Mundën se tash gjithmonë zgjedhjet janë të lhyqe. Për gjithkanë, janë të lhyqe edhe për Albin Kurtin, janë të lhyqe edhe për opozitën. Dhe nuk duhet bash me marrë turp drejt zgjedhjeve. Shumë më mirë është me zgjedh situatat me pjekuri politike. Dhe unë i kam sugjeruar që publikisht, po mendoj kryeministët që të mos vinë situatën kur i ka zgjedhjet e garantuar, po mendoj e ka qeverinë e garantuar në një mënyrë me 51%, pse me shkon zgjedhjet u qenë me afru në njërit prej dy liderëve të opozitës postin e presidentit, edhe me vazhdu të tje. Pra, zoti Kurti t'ja ofroi ose PDK-s ose LDK-s postin e presidentit. Ose Lumirit, ose Bedriut, edhe me EUP. Ata janë tregu shumë qyqana, se asnjëri se ka propozu vetën me konë aty. Jeni bindur që s'ka pasur? Të paktën publikisht nuk dolën, nëse dis nuk e kam përgju bisedën e tyne, po më dhe që kanë bisedu atje, po publikisht e dim që s'kan po opozita s'ka pos propozim.
Pra, rrjedhimisht I bie që Kurti këto të lëshoj 5, sipas mendimit tuaj. Jo, po kjo I ka dhënë zemër Albin Kurti, ka thonë, si ko kanë të ka qyqonët, dhe më thonë ta po tutën për zgjedhjeve, hajde për qesë për baj Glaukun president. Edhe nëjse u mashtru, se tani masani në ndërkohë ka dalë në shesh edhe kjo problem me Vjosën, dhe tani është ka dështu për në zgjedhje Glaukut, edhe u djeg Albinin këtë rast. Por ajo dasht me bo, edhe pse ata e në tregu qyqana, qoftë Lumiri, qoftë Bedria, dhe më thonë, u prinë që s'kanë dhonë, s'kanë qenë... Se kanë ofru vetën. Se kanë ofru vetën, u dosht vetë Albini me thonë, banu të qej, bime I qëtu, për shamu Lumirit, 15 në nshkrime, edhe që ti je. E kjo ftesa e fundit e Zotit Kurti, drejtuar PDK-s dhe LDK-s për takem, a sheni në këtë frym pra? Po, besoj që tash ai e ka ra pishmanë, e ka po që u djeg, edhe përpiqet me përmisu gabimin e vetë, po tash është në dorë gjykatës kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese lën hapësirë apo nuk lën hapësirë për këtë gjë, sepse mundet me na çunë zgjedhje dhe po mendoj në bazë duke konsideruar të lehtëshëm dekretin e presidentes, edhe sa mora vesh, tani ishin edhe një 6 më duket, 8 se di marrëveshje ndërkombëtare, të cilat kishin afat mu ratifiku dhe me 31 mars, qofse nuk ratifikohen dhe me 31 mars, po do I humshim, pak të nështu informu, po, edhe kjo është një katastrofë për Kosovën, jo me 100 miliona, po edhe 100 euro me hub Kosovë e varfër është katastrofë, se lemo me hum 100 miliona. Dhe këtë vdes e sheni si taktizim të Zotit Kurtit, taktizim politik, pra që takohet sërish me opozitën pa pasur një verdikt akoma nga kushtetuesi. Po kjo, nëse, po më dhe pa pasur akoma një verdikt nga kushtetuesi, kjo është vetëm një, do më thonë, një public relations, do më thonë një efekt fushatës gjadhore, më thonë që unë e kesh ai që I luta disa herë, tjere, tani për tani nuk ka efekt. Por në qoftë se gjykata kushtetuese lënë I shteg për me sërish, për më bëj negociata, që lënë edhe mundësinë për shembull që mu tërhiq Glauku edhe Fatmire Mollhaxha Kullçok. Po, po më edhe tani me dalë që në nshkrimja, dikuj tjetër në nshkrimet, atëherë metet kjo zgjidhje. Albini duhet me vendosë në mes Lumirit dhe Bedriut edhe me kry këtë punë, ndryshe ne kemi me shkue në katastrofa akoma më të mëdha. Në çfarë kuptimi? Po, sepse mune me dalë zgjidhje për shembull, jeta zonë me ra vendosje me ra. Me qenë e para, po më së me qenë... katastrofë kjo? Jo, është katastrofë... Elektorale, po, por jo... Jo, është edhe për Kosovë, nuk është... Pse? Pse është për Kosovë? Sepse pastaj as nuk bëhet qeveria, as nuk bëhet presidenti edhe jetësim kërkahiqë. Se nëse Albin Kurti bjen në 40 deputat, atër këta tjerë të formojnë qeverinë, formojnë parlamentin, e zgjedhin presidentin, edhe prapë kryet punë disi, po mdoj, po çka në qofë në ambesim gërsh, në qofë se për shembull prapë Albini fiton mbi 40 deputat, a në anën tjetër, por nuk I fiton 51%, nuk I fiton 50%, atëherë jesi masa ne asne edhe vazhdojmë me humbë një vit. Neve na ka kushtu shumë humbja e vitit 2025. Për shembull sepse kemi pas rastin, që më thonë, ideal me bo presion Serbisë për me zbatu të marrëveshjen, kur jenë konë protestat në Serbi, kur jenë konë presioni ndaj Vučićit tepër I madh, edhe zbatimi I planit franko-gjerman edhe domethënë përkëmbimi I asociacionit me njohjen, që është I parapam në atë marrëveshje, ka mund me shku me hec edhe sot, për shembull, tash nuk ishim me folë më për një kishim u bo vend kandidati I Bashkimit Evropian, se kishim me na njoftë 5 vendet e Bashkimit Evropian, kishim folë për antarësim NATO, domethënë veç ndoshta
ishin qenë çështje të cilat shumë do të kryera, tashmë, nuk ishim diskutuar. Pra, çështja e presidentit mund të zgjidhet fare lehtë, sipas jush. Nëse zoti Kurti ja ofron presidentin ose PDK-s ose LDK-s. Po, natyrisht. Sepse numrat do të bëheshin pastaj. Po, por kjo tash varet a bën këtë? E bën gjykata përkushtetuese, e dyta a përpiqet Albin Kurti me bë edhe një manovër tjetër apo po mendoj vendos me lëshu dorën, mos më tregu shumë do shtëngut në këtë drejtim. Kështu që e gjithë kjo do të varet tash kryesisht prej vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe këto përplaset që kanë qenë mes dhe që vazhdojnë aktualisht ndaj qeverisë dhe presidencës me mos kandidimin e zonjës Vjosa Osmani për një mandat të dytë, akuzat që i bëri pastaj? Besoj që nëse bëhen zgjedhjet, sigurisht ose edhe nëse nuk bëhen zgjedhje, nëse Vjosa futet në skenën politike, ajo nuk përmendoj do të jetë e urtë. Nuk do të jetë as si Lumirja si Bedriu, por do të jetë një shqiponjë kundër Albin Kurtit, edhe do të ketë Vjosa Osmani shqipoi në kuptimin figurativ. Po, domethënë do ta sulmoj shumë ashpër edhe do të ketë ajo ajo nuk është e paguximshme. Mundoj edhe sidomos për mu grind ajo për mu përplas është ona e saj e fortë. Jo edhe këto përplaset si po ndikojnë? Spa ju, si vlerësoni ju këto përplaset akuzat që i bën zonja Vjosa Osmani ndaj qeverisë? Tani nuk, po mendoj është një keq përdorim pozitës presidentit akoma, po mendoj edhe kjo nuk nga, por pas 5 prillit ajo, domethënë është e lirë si çdo qytetar tjetër që me u përplasë, me u ndesh me Kurtin e me secilin që i del përpara. A është aktualisht rivali më i madh politik aktualisht zonja Osmani, zotit Kurti apo jo? Jo, aktualisht rivali më i madh i Albin Kurtit është Samir Lushtako, kështu me kështu realisht. Pse? Po është domethënë opozita vërtet edhe kështu domethënë ai që në skenën politike domethënë të Kosovës. Tash disa muaj s'është përmendur fare. Po nuk u përmend, po domethënë që s'u përmend që nuk është që nuk ekziston. Ai është domethënë ndikimi i tij politik, kjo është njëherë për njëherë rivali më i madh. Do ishte për shembull nëse tjetër situatë do të jetë nëse Haga për shembull liron Hashim Thashin ose Kadri Veselin atëherë. A do të jetë nëse hyn garës zgjedhore përfshirjes në politikë zonja Osmani? Rivali më i madh i zotit Kurti? Nuk e di do të jetë më, po do të jetë rivali i madh. Sigurisht ndoshta po mendoj të paktën për ta sulmuar, për të bërë interesant skenën politike me sulmet, me përplasjet e saj, sigurisht që do ta bëjë. Nuk do ta lej. Unë besoj Albini nuk do të merret me to, po mendoj personalisht. Po se i ka argat të vetë cilët i gjuhën asoj në qafë. Po mendoj edhe ata argat Albinit veç kanë fillu me sulmu atë, domethënë edhe ato shumë keq, po ajo kur të lirohet për detyrës president, besoj që do të jetë akoma ajo s'po mundet më duru të qenë presidente. S'po mundet me prit. S'po mundet me prit, e lemo kur lirohet për detyrës presidentit, atë ka mesos. Si e shini tarmën e saj politike në fakt, zotë Spaju? Vjosa Osmanit, a e shini si mundësi të kthimit, bashkëpunimit sërishëm me LDK-n, të formojë ndonjë iniciativë të vetën apo çfarë? Unë besoj, tash nuk e di çka kanë kryer ajo, po tash po nisëm prej asoj që është më logjikshme dhe që është më e dobishme për to. Unë besoj që ajo do të formojë një listë me emra prej shoqërisë civile, prej kështu të botës akademike, njerëz të larguarve nga Guxha, që nuk janë, po natyrisht të larguar nga Guxha, që nuk janë përfshirë në politikë akoma, edhe pastaj me këtë listë do të bëj koalicion me Lumirin,
i cili edhe po më duj i ka premtu asaj që të bashkëpunoj. Kështu që prandaj po them që Albini ka interes me po president Lumirin, sepse nëse bën ato, atëherë tjetër kush e merr LDK-n dorë, ata që e marrin LDK-n dorë ndoshta nuk i afrojnë Vjosës bashkëpunim qysh po i afron Lumiri. Edhe në këtë rast pastaj mundet, domethënë thoni që do ta kishte një rival më pak politik. Po, do ta kishte një rival, po më ndaj edhe ndikimin, po më ndaj me veç me iniciativë Vjosa nuk do të mund të bënte shumë, domethënë sepse do të mungonin strukturat, do të mungonin shumë çka, dhe ai faktikisht me një guri do të vriste dy zogj. Kështu që por në rast se këto, domethënë Vjosa futet në koalicion me LDK-n, atëherë sigurisht LDK-ja forcohet, edhe se e merr strukturat e LDK-s, e merr guximin e Vjosës, e ka përpara, e merr paskrupullsinë e saj, atë karizmën e saj, të gjitha këto kur bëhen bashk, atëherë kjo e forcon LDK-n edhe bëhet një rival i fortë për kundër Albin Kurtit. Është të mundur në fakt këtë bashkim të zonës Osmani eventualisht me LDK-n, edhe atë idenë që ka shpërfaqur si bashkim, po si koalicion. Si koalicion, siç po e quani, edhe idenë që ka shpërfaq Lumera Dixhiku, projektin e Sidjapës. Sepse unë po mendoj këta, ndoshta shumica e antarësisë LDK-s do dëshirojnë që Vjosa të ishte kryetari i LDK-s, por Lumiri s'ja çon vënën, s'është ç'budall me çu vënën. Po edhe ata, nëse Lumiri për shembull bëhet president, atëherë hiqet, domethënë pe aty kryetarit partisë, ose nëse vetë jep dorëheqje, ata të tjerë janë aty që janë hazër për me nxo vënën e kryetarit LDK-s, kështu që tu nuk e shoh të gjashme që Vjosa marrën kryet LDK-s. Do të haste në rezistencë nda partisë. Jo, ka tjerë aty që rrinë hazër aty për me marrë postin e kryetarit të LDK-s. Kush janë ato të tjerët? S'pa ju? Plot se tash s'kam nevojë me përmend emra këtu, po plot që ata që janë mave, që janë kryesi, që janë oponent, domethënë që kështu që nuk është vështirë të pe jashtet me këcyje si parashutist aty edhe me marrë kreun e LDK-s. Pavarësisht që antarësia kish me dëshiru një gjë të tillë. Të çështja e presidentit edhe një herë, s'pa ju. Çka nëse ka një aktgjykim të kushtetuesës që do të jep fare afat, ta shpall dekretin e lehtëshëm dhe i bie që vendi shkon në zgjedhje, apo jo? Po. Kush i konvenon më shumë shkuarja në zgjedhje apo askujt? Në vendit nuk i konvenon kjo shkuar në zgjedhje, po them, sepse pas të mund paraqitet një ngërç politik pas zgjedhjeve. Kështu që përdesa nuk i konvenon vendit, faktikisht nuk i konvenon kërkujt. Edhe shtu, nashta mund dalim më mirë ku i konvenon, ndalim për shembull ndonjë kandidatit të LDK-s, për shembull, i cili edhe me forcimin e LDK-s, që s'është deputet tash, bëhet deputet, për shembull, kish konvenu, ose në kandidat, disa kandidatëve të vendosis që... Opozitas dhe të mund të arrinti të tjetër rezultat nga ai 28 dhjetorit? Jo, besoj që rezultati 28 dhjetorit nuk mund të përsëritet më. Ideja është të pyetja që e bëra partitë opozitare, do të arrin të tjetër rezultat? Jo, po mendoj unë PDK do të rënë aty ku është, po nëse bën koalicion me AK-n dhe me Nismen, sigurisht që kjo shtohet edhe për 8% më shumë. Do më nësoj ka që tash i ka... 22 deputat. 22 deputat, po i ka 18% asajën. Do më thonë i ban 26%. Asaj ka 17%. 18%. Kurse LDK-ja, më thonë, mund të forcohet me Vjosën, mund të ecë përpara. Vetëvendosje?
Deklarohet kundër zgjedhjeve. Deklarohet kundër Po zgjedhjeve. Pse kundër zgjedhjeve? se rezultati do të jetë shumë më i dobët se sa ky që është 28 dhjetor. Prandaj ajo duhet vendosje, po mendoj Albini nëse po mendoj do në merujt pushtetin e vetë, ai duhet Me çdo kush me arrit Jo, marrëveshje. duhet me lujt me kartën e ambicjes liderëve të partive politike për të qenë president. Domethënë, sepse edhe kjo është sfiduese, domethënë edhe për lumirën, edhe për Bedriun, natyrisht çdo njeri, çdo politikan, po mendoj maksimumi që mundet me arrit është me kon president i vendit, kështu që ai do të me lujt në këtë kartë në mënyrë që për me rujt me tablu pushtetin e vetë që ka fitu me 28 dhjetor. A po kalkulohet në fakt që bendi të shkojë në zgjedhje, por jo në fillim pranë verës, por gjatë verës? Po kjo varet tash prej gjykatës kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese i jap 60 ditë, nëse tani po mendoj që tash nuk e di se çka ka ndërmend me bëhet gjykata kushtetuese. Çfarë presni në fakt? Nuk e di çfarë bën, por mënyra ashtu si e lexoj në kushtetutën, del që kjo dekreti domethënë është me vend, është brenda kushtetutës. Jos Osmani ka pasur të drejtë. Po, paktën ashtu që unë e lexoj po mendoj kushtetutën, por tash ata mundën me s'me pas drejt, po mundën me dhënë vendimi i tyre është meritor i gjykatës kushtetuese. Fakt ata kanë dhënë vendime jo të drejta dhe shumë të tjera, kështu që po megjithatë ato vendime janë respektu. Edhe kur ka qenë vendimi pa drejt ndaj Fatmir Sejdiut, edhe kur ka qenë vendimi pa drejt ndaj Bexhet Spacollit, edhe kur ka qenë vendim, domethënë, i kundër Vlanit atëherë, po sidoqoftë në të gjitha rastet është respektu vendimi i gjykatës kushtetuese dhe tek e fundit mirë është. Duhet më përkujdes që në të ardhmen për shembull me i pas që njerëzit që zgjedhin gjykatë kushtetuese me qenë ma kompetent. Domethënë, unë në këtë gjykatën kushtetuese që është aktuale, mendoj vetëm Enver Peci është që ka një background që është edhe ka qenë kryetar gjykatës, gjykatës themelore, gjykatë apelit, ka qenë kryetar gjykatës supreme, kryetar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës e tjerë, që normalisht që ka një biografi e cila domethënë jep një kredibilitet me qenë antar i gjykatës kushtetuese. Por njerëz për shembull me dije akademike e tjerë, unë për mua është për shembull impresionues dhe kam parë në debate Ditar Kabashi, që ka doktoruar në Turqi për të drejtën kushtetuese dhe ka mendime briljante, po mendoj ndryshe nga jo, nga që kam pas të ftuar, thonte që dekreti është i kundërligjshëm, antikushtetues. Ai mund të ketë drejtë, po mendoj parasysh, unë thash çysh e lexoj unë, po unë nuk jam jurist. Po ai mund të, po sidoqoftë është një njeri, domethënë inteligjent, edhe tek e fund ka doktoruar në një universitet meritor në Turqi, edhe tregon që po mendoj çifti i tij është dashur me qenë antar i gjykatës kushtetuese. S'kemi pasur rastin ta diskutojmë s'pa ju me juve për binomin e shpresës quajt. Pse ndodhi prishja dhe deklarimi që ishte i zonës së Osmanit, që zoti Kurti i ka thënë që je presidentja më e mirë e shekullit 21. E ka rajt. Po mendoj, po unë e kam paralajmëruar që këtu shumë kohë më përpara, muaj përpara që nuk është interesi i Albin Kurtit me rizgjedh Vjosa Osmanin për presidente. Kështu që edhe ai e ka nuhat këtë. Mendoj se përket interesit të tij dhe partisë tij ka vepruar në mënyrë të drejtë, ka vepruar mirë. Do të kishte bërë shumë gabim sikur ta rizgjedhte presidente. Do t'ja merrej atina.
Se do të ishte gabim rizjedhja e Vjos Osmanit për një mandat të dytë për vetëvendosje? Po, do të ishte sepse jo të në kohën kish me qitë shkelma kundër Albin Kurtit. Do më kish me shëdzu postin e presidentit, se nuk është një person me skrupuj. Edhe për me bo gati, do më thonë, partinë e vetë në tarmën pas mandatit të dytë. Edhe kjo kish me dëmtu së tepër jo vetëm Albin Kurtin, po edhe Kosovën, dhe se duke sulmuar nga pozita president, kryeministër, kish me bo e qërap edhe vetë punën e institucioneve të Kosovës. Pra ndaj, e ka ditë... Akmarje politike? Qysh akmarje? Zotë Kurti ndaj zonjës Jo, Osmani? veç... Për ato qëndrime që i shtrehte për qeverinë? Ai e ka bon, do më thonë, ja ka këthy shpinën para se me ja këthy ajo shpinën, do më thonë. E ka tratu kjo atë para se ajo të tratën të këta. E ajo, po mdoj, Vjosa nuk është një person i cili është lojal, për shumë, se me konë lojal se kështë këthy shpinën Fatmir Sejdiut, që e ka rritë, do më thonë, e ka... Politikisht. Politikisht, po, kuptohet, ose masë Isa Mustafa, se ja këthej shpinë e Fatmir Sejdiut, u bo me Isa Mustafa, pastaj edhe Isa Mustafa, sigurisht ja kështë këthy shpinë edhe Albin Kurti, se si ka lenë bashkë Albin Kurti. Do më thonë, personi varet... E këtë po thonë që Zoti Kurti i parapriu kësaj situate? Po, a natyrisht i ka parapri kësaj situate, se edhe Kurti është djegur. Është djegur, do më thonë, nga këta aktivistat që i ka rritë vetë, që i ka kryu, që tani ma vonë u bonë PSD, kretë udhësia e partisë ti, që aja vla partinë me udhëhe që ase ja këthyn shpinën dashtë me qitë për partisë. Për pak ja morën partisë. Besoj... 2017. Po, 2017. Ndashta nuk e di, po më ndoj, ama një këtë meritë apo jo Albin Kurti, po në besoj që jam maj që kam diku që kë Albin Kurtin e ka majtë partin e se kanë marë partin. Sepse kam qenë i pari person publik, në ndërko që është ndodhur në burg, dhe këta kanë tentu me marë partin edhe të tjerët nuk deklaroshin fare, une do më thonë atëherë publikisht, në disa emisione thash që me gjithat antarësia është me Albin Kurtin, edhe këta ai do të mbaj partin, do të arrin nuk do të arrin të marrin partin, bas meje e di që njeri personi i pari cili është deklaruar që po mendoj në favor të Albin Kurtit ka qenë Albulena Haxhiu. Prandaj ai po ja shpërblen edhe e boni ministret të drejtësisë, kryetare kuvendit. Po e cila u tregua plotësisht e dështuar, dhe më thonë, në postin e ministrës, por ka qenë lojale ndaj Albinit. Më djatë lojalitet e tregoj edhe kur u sulmu fizikisht, do është mu sulmu atëherë Albini pe mërkim Lushtaku, da e doli e mbrojti. Dhe më thonë, si doli si shqipojnë para në mbrojtjet Albinit, kështu që edhe besoj, edhe për këtë merit është që e ka rimar vetjen Albini pas vetëvendosjes është edhe një ajo që ka bërë antarësimin e parë, dhe më thonë, kur tjere teken pe vetëvendosjes, ka qenë Donika Gashi, nuk e pëmdoj që punon në Ministrinë e Kulturës, stadione, por ka qenë antarësimi parë, mëse që PSD-ja doli prej, edhe aja ka ndiku shumë, dhe më thonë, dhe besoj, aja po ndaj saj, Albini nuk o të regu fare me njës, dhe më thonë. E thatë që Vjos Osmani nuk të ishte në favor të Zotit Kurti ose vetëvendosjes, por a do të ishte në interes të shtetit, që Zonja Osmani të ishte edhe një mandat të dytë, për faktin që ka pasur aktivitete, veçanti në politikën e jashtme, në bordin e paqes, komunikimin të jetafërt me Trumpin e të tjera s'pa jo. Unë mendoj që ajo nuk ka të regu ndër një sukses. është një përshtypje e gjërë e njerëzve, do më thonë Kosovë, që e ka të regu sukses, sepse nuk njerëzit edhe nuk kanë parametra në basë të cilëve e masin suksesin. Ta nisën vetëm si për shkelqen,
si po duket, e kupton, kur të shohin që atje presidentja jonë më e bukur se ato presidentet e shtetet të tjera ose presidentet të tjera. Por është dhe më thënë se apo jo, komunikimi me Trumpin, të jetë i afërt, komunikimi. Po komunikimin me Trumpin të jetë afërt, më të afërt, kurse ka pas Abdullah Hoti, kryeministri atëhershëm. Dhe lëvdatat më të mëdha se Abdullah Hoti për Trumpit, asnjë politikan i Kosovës nuk i ka marrë. Por dhe Trumpi ka thonë se keni të lashë me thërë? Po mirë dhe ka thonë edhe të shkon dikush tjetër president, Trumpi ja kishtë thonë po të një të njëtë, më thonë, kështu që nuk është e ndonjë merit e madhe, por ajo nuk ka të reguar ndonjë, shikoni vetëm këtë një akt që të regon, do më thonë se sa ajo ka qenë koshiente në kryrën e detyrës e presidentit. Shumë në të në kohën këtu në emisionë, në shumë emisionet tjera, këmë thonë që duhet më bënë ndryshimit kushtetues, presidenti më zjedhë në popullë. Ajo tek kur e pa që nuk po dojnë me zjedhë presidente, I dërgoj amendamentet. Ajo dashtë të me në fillim mandatet, i kështë dërzu në fillim mandatet të saj, sot nuk do të kishëm pas problem për presidentin, dhe ndoshtë ajo me këtë opinionin që u kryu rrësaj si presidente sukseshme tjera, dhe pse si pas mendimit tim nuk ka qenë fare sukseshme, po populli ka kryu që atë bindje që ajo ka qenë sukseshme, e tash nashta e kishë fitu 70-80% në zgjedhjet direkte dhe e kishë marrë mandatën si presidente, por ajo nuk o mërzit për atë punë, sepse nuk ka pas ajo hallin e shtetit Kosovës, nuk ka pas interesat e vendit, por ma tepër ka ndërtu imigjin e vetë edhe me atë imazhin e vetë është përpjekur shkoni, kjo që të më thonë vetë fakti që për shumë kur fletë anglisht thët Kosovo, jo Kosova, si që të Albini ose Donika Gërvalla, ose që ka thonë Ibrahim Rugova, ose të ke funit edhe miqtë e Kosovës, Tony Blairi, ose Hillary Clintoni, ose Bob Dole, tjerë, Elliot Engel, tjerë, kur flisnin anglisht, thoshin Kosova, jo Kosovo. Kjo të regon qasin e saj ndaj interesat të Kosovës dhe të regon se sa pak, ose as pak patriotë është. Jemi kejtë në fund, Spaju, a ishte një të shmangshme, apo jo, zgjedhjet e reja, qka nëse ka edhe një afat shtesë nga kushtetuesja, a mund të rjetë kompromisë? Unë e elaborova këtë, dhe më thonë, tash varemi krejt për gjykatës kushtetuese, nëse ne jep, apo jo këtë mundësin, doja që ta jep, që po mendoj që do të ishte interes i vendit me jep edhe një mundësi, por më speshu në zgjedhje, pa morë pasysh si është germa dhe fryma e kushtetutës, të është për mene mendimi jam është që jo, respektoj mendimin e editor Kabash, dhe edhe mund tjetë, dhe më thonë që do dëshoja që gjykatë kushtetuese po mendoj të jep të afatën shtesë. Të jep të afatën shtesë, jo ato që po mendoj unë që është në frymë të kushtetues, edhe do të dëshoja që Albinit më mbledh mend, dhe më thonë edhe të mos të reguat aq do shtrëngues, të kemi presidentin e zgjedhur dhe të shkojmë përpara. Spaju, të falenderoj shumë për prezencën në Infonata. Çdo të mirë. Ne, të ndërruar shikues,